Kapitulli 2. Unë do të shkatroj tokën. Kur dhuna dhe mëkatet e njeriut u bën aq të skajshme sa që Perëndia nuk mund t'i duronte dot më, ai vendosi të shfaroste gjithçka që merrte frymë. Edhe sot mund t'i shohim të varrosura në përshkëmbinj në të gjithë botën, në malet më të larta dhe në luginat më të thella, fosilet dhe mbetjet e kafshëve që u shkatruan atë gjykim të tmerrshëm, të cilin Perëndia e dërgoi mbi tokë. Perëndia ka premtuar që gjykimi tjetër do të jetë një azjesim me zjarr. Në Testamentin e Ri, te 2 Pjetrit 3:10, gjejmë këto fjalë: Dhe dita e gjykimit të Perëndisë do të vijë si një vjedhës. Qiejt do të zhduken me një krismë të madhe. Elementet do të shkrihen nga nxehtësia dhe zjarri, dhe toka e gjithçka në të do të digjen krejt. Kur njerëzimi nisi të shumojnë mbi tokë dhe atyre u lindën bija, Zoti vuri re që ligësia e njeriut ishte përhapur shumë në tokë, dhe se çdo qëllim për të cilin i shkonte mendja, nuk ishte gjë tjetër veç se keqdashje gjatë gjithë kohës. Kështu Zoti ndjeu hidhërim që e kishte krijuar njeriu mbi tokë dhe u trishtua në zemrën e tij. Atëherë Zoti tha: Unë do ta shfaros nga faqja e dheut njeriun që kam krijuar, bashkë me kafshët, zvarranikët që rrëshqasin mbi tokë dhe shpendet e qiellit, sepse ndjej hidhërim që i kam krijuar. Por Noeu gjeti hir në sytë e Zotit. Këto janë të dhënat për familjen e Noeut. Noeu ishte një njeri i drejtë, i patëmet midis bashkëkohësve të tij. Ai este me Perëndinë. Dhe Noeut i lindën 3 djem: Semi, Kami dhe Jafeti. Tani toka ishte e çoroditur në sytë e Perëndisë dhe ishte e mbushur me dhunë. Perëndia e pa se ishte shturur toka, sepse të gjithë e kishin përdhosur rrugën e tyre mbi dhe. Atëherë Perëndia i tha Noeut: Unë kam vendosur t'i jap fund çdo mishi, sepse toka është e mbushur me dhunë për shkak të tyre. Prandaj unë do t'i shkatroj bashkë me tokën. Bëj një arkë me dru goferi. Bëje arkën me dhoma dhe mbuloje me katran brenda e jashtë. Ja se si duhet ta bësh. Arka do t'jetë rreth 135 metra e gjatë, 22.5 metra e gjerë dhe 13.5 metra e lartë. Duhet t'i bësh një çati duke i ngritur anët e arkës në rreth 45 cm nga pjesa e sipërme. Duhet t'i vësh një derë në anë. Bëje arkën me 3 kate: një poshtë, një në mes dhe një lart. Ta dish se unë po sjell një përmbytje, ujërat të cilat do të vërshojnë mbi tokë për të shfarosur çdo mish nën qiell që ka frymën e jetës në të. Çdo gjë në tokë do të vdes. Por unë do ta bëj beslidhjen time me ty, dhe ti do të hysh në arkë me bijtë e tu, me gruan tënde dhe me gratë e bijve të tu. Ti do të futesh në arkë 2 nga çdo gjallës, nga secili mish, mashkull dhe femër, që të qëndrojnë gjallë bashkë me ty. 2 nga çdo gjë, nga shpendët sipas llojit të tyre, nga bagtit sipas llojit të tyre, dhe nga çdo zvarranik që rrëshqet mbi tokë. Secili sipas llojit të vet do të vinë tek ti, që ti mbash gjallë. Merë me vete çfarëdo lloji ushqimi të ngrënshëm. Grumbulloje që ta kesh si rezervë që të hash ti dhe ata. Dhe Noeu kështu bëri. I zbatoi tërë ato çka kishte urdhëruar Perëndia. Atëherë Zoti i tha Noeut: Futu në arkë ti dhe e gjithë shtëpia jote, sepse kam vënë re që në këtë brez vetëm ti je i drejtë para meje. Si sot, 7 ditë do të bëj që të bjerë shi mbi tokë për 40 ditë e 40 net, dhe do të zhduk nga faqja e dheut çdo gjallës që kam krijuar. Në këtë mënyrë, që të shpëtonin prej ujrave të përmbytjes, Noeu, bijtë e tij, e shoqja dhe gratë e bijve të tij hyn në arkë. Sipas pavarësisë që i kishte dhënë Perëndia Noeut, në arkë me të u futën kafshët, 2 nga secili lloj, mashkull dhe femër. Kafshët që vinin, mashkull dhe femër të çdo mishi, hyn ashtu siç e kishte urdhëruar Perëndia Noeun. Më pas Zoti e mbylli brenda Noeun.
7 ditë më vonë, mbi tokë vërshuan ujërat e përmbytjes. Në vitin e 600 të jetës së Noeut, në muajin e dytë, ditën e 17 të muajit, kufuan të gjitha burimet e thellësirave ujore. U hapën portat e qiellit dhe ra shi mbi tokë për 40 ditë e 40 net. Përmbytja mbi tokë vazhdoi për 40 ditë. Ujërat u shumuan dhe e çuan lart arkën, e kështu ajo u ngrit sipër dheut. Ujërat u fryn e u lartësuan shumë mbi tokë dhe arka lundronte në sipërfaqen e ujit. Më pas ujërat u shtuan edhe më tepër mbi Troje dhe u mbuluan të gjitha malet e larta nën mbar qiellin. Ndërkohë që ujërat u ngritën mbi male më shumë se afërsisht 6.8 metra, këto u kapluan krejt. Çdo mish mori fund. Gjallësat që zvarriten në tokë, zojt, baktit, kafshët e egra e tërë gjallësat që gëlojnë në tokë, si dhe e gjithë njerëzimi. Kështu, ai shfarosi çdo gjallësë që ishte mbi sipërfaqen e tokës, nga njerëzimi te baktit, te zvarranikët, te shpendët e qiellit, dhe ato u zhdukën nga toka. Vetëm Noeu mbeti, dhe ata që ishin me të në ark, dhe ujërat e mbuluan tokën për 150 ditë. Perëndia e mbajti mend Noeun, si dhe të gjitha kafshët e egra e tërë baktit që ishin me të në ark. Perëndia solli një erë mbi tokë dhe uji filloi të ulej. Burimet e thellësirave ujore si dhe portat e qiellit u mbyllën dhe shiu nga qielli pushoi. Uji u tërhoq gradualisht nga toka dhe nga fundi i 150 ditëve, ujërat ishin ulur ndjeshëm. Në muajin e 7, ditën e 17 të muajit, arka daloi mbi malet e Araratit. Ujërat vazhduan të tërhiqeshin deri në muajin e 10. Në muajin e 10, ditën e parë të muajit, u tukën majat e maleve. Pas 40 ditësh, Noeu hapi dritarin e arkës që kishte bërë dhe dërgoi jashtë një korp. Si u nis, ky shkonte e kthej mbrapa derisa ujërat shtëruan nga toka. Pastaj dërgoi një pollumbesh për të dalluar a ishte mbrapsur uji mbi sipërfaqen e tokës, por ajo nuk gjeti vend pushimi ku të vendoste këmbët. Pollumbesha u kthye tek ai në ark sepse uji mbulonte sipërfaqen e gjithë tokës. Ai zgjati dorën dhe e mori me vete në ark. Kështu Noeu priti 7 ditë të tjera dhe e nisi sërish jashtë pollumbeshën. Kur pollumbesha erdhi tek ai në mbrëmje, mbante në sjep një gjethe ulliri të porsakëputur. Në këtë mënyrë, Noeu kuptoi që uji mbi sipërfaqen e tokës ishte smbrapsur. Pasi priti edhe 7 ditë të tjera, ai lëshoi pollumbeshën, por kjo nuk u kthye më. Në vitin e 601 të jetës së Noeut, në muajin e parë, ditën e parë të muajit, uji që kishte mbuluar tokën kishte shtëruar. Pastaj Noeu e hoqi mbulesën e arkës dhe pa që sipërfaqja e tokës po thaj. Ditën e 27 të muajit të dytë, toka u terë. Tere Perëndia i tha Noeut: "Dil nga arka, ti, jotë shoqe, bijtë e tu dhe gratë e bijve të tu bashkë me ty. Nxirr çdo gjë të qallë nga secili mish që është bashkë me ty, shpend, bakti, zvarranik që rrëshqasin mbi tokë, e ata do të përhapen mbi dhe, do të jenë të frytshëm e do të shumohen mbi tokë." Kështu Noeu, bashkë me bijtë e tij, të shoqen dhe gratë e bijve të tij, dolën nga arka. Dolën edhe të gjitha kafshët e egra, tërë baktit, çdo shpend e çdo zvarranik që rrëshqet mbi tokë, sipas grupeve të tyre. Atëre Noeu i ndërtoi një altar Zotit. Ai mori disa prej çdo kafshë e shpendit të pastër dhe bëri flijimi me djegje mbi altar. Kur Zoti ndjeu aromën e këndshme, tha me vete: "Unë kurrë nuk do ta mallkoj më tokën për shkak të njeriut, edhe pse prirja e njeriut është e keqe qysh nga rinia e tij, dhe kurrë nuk do ta godas më çdo gjallësë siç kanë bërë. Sa ti e toka, koha e mbjelljes dhe e korrjes, të ftohtit dhe të nxehtit, vera e dimri dhe dita e nata nuk do të rreshtin." Perëndia i bekoi Noeun dhe bijtë e tij e u tha atyre:
Jeni të fryqëm e shumoni dhe mbusheni tokën. Tërë gjallësat mbi tokë, secili shpendi i qiellit, çdo zvarranik që rrëshqet mbi tokë, dhe gjithë peshqit e detit, do të kenë frikë e të merr për jush. Ata janë vendosur nën autoritetin tuaj. Ta dini se unë po e vërtetoj beslidhjen time me ju dhe pasardhësit tuaj pas jush, si dhe me çdo gjallëz që është me ju, shpend, bakti dhe të gjitha kafshët e ekra të tokës që janë me ju, tërë kafshët e tokës që kanë dalë nga arka. Unë e vërtetoj beslidhjen time me ju që kur më nuk do të shfaroset çdo mish nga ujërat e një përmbytjeje. Nuk do të ketë më asnjëherë një përmbytje për ta shkatëruar tokën. Dhe Perëndia tha: Kjo është shenja e beslidhjes që unë po bëj midis meje dhe jush dhe çdo gjallëse me ju. Një beslidhje për të gjithë brezat e ardhshëm. Unë e kam vendosur ylberin tim në re dhe ai do të jetë një shenjë e beslidhjes midis meje dhe tokës. Sa herë të formojë re mbi tokë dhe ylberi të shfaqet në re, do të kujtoj beslidhjen time midis meje dhe jush dhe çdo gjallëse nga çdo mish. Uji nuk do të kthehet kurrë më në një përmbytje për të shkatëruar çdo mish. Ylberi do të jetë në re dhe unë do ta shikoj e do të kujtoj beslidhjen e përjetshme midis Perëndisë dhe çdo gjallëse nga çdo mish mbi tokë.